Përshëndetje të dashur teleshikues të podcast Tam Brama, jam këtu siç e shikoni me Enio Delian, një nga repistat më të vegjël, por shumë të suksesshëm. Enio Delia nga Hasi, përshëndetje dhe mirë se më ke ardhur sot. Si je Enio Delia? Shumë mirë. Enio Delia, për të gjithë ju, ka bërë disa materiale videoklipe me këngë. Edhe është shumë i talentuar, nuk e çak kokën fare kur është në shesh xhirim, vetëm di të thot vetëm një fjalë. Play music. Edhe është gati të performoj, të këndoj si në videoklip, po edhe live. Enio, po më thuaj diçka për veten. Unë jam 9 vjeç, jam nga Hasi, Krumës. Relax. Po, flit pra diçka për veten, diçka më shumë. Jam një nga këngëtarët më të mirë, nga të vegjlit. Nga kush? Nga të vegjlit. Nga të vegjlit. Dua të them që me këngët që ka bërë Enio, nuk ka bërë vetëm për të vegjlit, vetëm për të moshën e vet, po ka bërë edhe për të rritur, Për të gjithë ato që nuk e njohin Enio Delian, se u bë një vit tashmë që ka bërë pushim, ai ka bërë Gucci Man, Gucci Man. Gucci Man, Gucci Man, Gucci Man. Kënga tjetër? S'keni prova? S'keni prova, S'keni love, s'keni prova. Gelozia, overdoza, doni poza, si baloza. S'keni love, un kam proza. Tjetra problematik. Problematik. Unë s'kam problematik, jo. Edhe nuk po du më shku hish, s'po du me ne me shok po me gjis, bro. S'po du me ne me shok po me gjis, bro. Edhe e fundit është një gango vogël e ka imi. Gango vogël, po me Klevion, më thuaj pak me Klevion, si është kënga me Klevion? Ma këndo pak? Unë fut atë studio, gango futi pari, gango vogël bodi sprotjari, 2-4 rep seriozishtallje, unë moj bukur ironi kosovari. Yeah! Kush e ka bërë tekstin morë? I shoku Klevios. Një shoku Klevios. Wow, kjo vërtet ka bërë shumë bujë kjo kënga, Po kjo s'ka lidhje me diset, domethënë me diset që flet kënga, për shembull Protiar. Ti I ke qef të gjithë, Të pëlqen dhe Marini, dhe Noizi, dhe Klevio, dhe Nëse kanë bërë revolucion të gjithë tani, mund ta themi apo jo? Enio Delia, kur je në studio, je më shumë fëmijë apo reper që di çfarë do? Reper që di çfarë do. Kur je në studio, më thuaj pak si është ai momenti kur je në atë dhomën tënde të vogël, ke përpara mikrofonin, edhe ke edhe producentin që plejon muzikën edhe thot: "Jepi, gati edhe një herë, thuaj edhe një herë." Si është ajo ndjesia? Zgjidhesh çik. Po pse mërzitesh kur ta themi 100 herë? Ose lodhesh edhe kur e thu shumë herë aty. Po, derisa të dalë mirë, Okej, cilin klip e ke parë dhe ke thënë? Këtë e kam bërë zjarr. Këngën me Klevion edhe gangon e vogël të fundit. Gango vogël, ma këndo pak këngën Gango vogël. Se më edhe që më men. Si se ma men? S'ma men këngën tënde ti? Qa thuma? Gango vogël. Vetëm një pjesë që ti. Një pjesë. Gango vogël, I'm a hitman. Gango vogël, kemi money cash. Gango vogël, I'm a hitman. Gango vogël, kemi money cash. Yeah.
Ondrat e mija e kom kok, si kur parën ka Stafford. Ju gilës të i du fort, kam qëllim me shku shumë lart. 007 të bon, peshe madhe shumë me ron. Iste ka rëzdo se kon, me një nër komën tok. Enjo, i shpesi Lambo, babo, Capitano, Barbosa Capitano, Asian Albano, Shqipe Albano, me tradita, gabo, gango vogël, I'm a hitman, gango vogël, kemi money, cash, gango vogël, I'm a hitman, gango vogël, kemi money, cash, një ke ondër një parë, se parë vi me ondër. Kaq, bravo, Enjo, bravo, gango vogël, të ngeli gango vogël tani. Okej, shpresoj ty këtë pëlqyer edhe juve. Po, kush është ky? Disa edhe nga komentet edhe të kanë sharë, edhe të kanë injoron. Më thuaj që kur I shikon ato, qa si është ndjesia jote? Dje mirë, se s'kam që me I bë. Shajnë ato, në kanë I Kjo është përgjigja më e bukur, Enjo. Vazhdoj me pyetjet, Enjo. A ke pasur ndonjëherë frikë para se të dilte një klip dhe pastaj bum, sukses? Po, kam pasur. Po duhet I specifikojmë gjërat, që do thotë duhet I sqarojmë. Njerë, kush ka qenë ai klipi atë? Që ke pasur çik frikë? Klipi I parë ndoshta? Po, klipi I parë është. Po normalisht klipi I parë ka qenë vetëm sa vjeç ka qenë? 6 vjeç. 5-6, 5 deri në 6 vjeç Enjo Delia, 5 deri në 6 vjeç moshatarët e tuaj, luajnë futboll kështu atje me Nachot. Kurse ti ke bërë klipin e parë në këtë rast duhet falenderosh edhe kë. Tam Bramën. Jo Tam Bramën, ai që të ka mbështetur familja. Edhe familjen time, babin edhe Xhaxhin. Po përshëndetje tani babi, thuaj diçka atyre. Unë përshëndes babin edhe Xhaxhat. Ju du fort. Bravo! Dua të them që mbështetja për fëmijën, sidomos në këtë kohë, është gjëja më e rëndësishme që duhet bëni, sepse është një talent në ngritje. Edhe që të mbështesësh një fëmijë, e di që është shumë e vështirë, por është një investim shumë I madh më vonë, se ku I dihet Enjo Delia se çfarë bën në vitet në vazhdim. Okej, Enjo. Vazhdojmë me pyetjen e radhës. Kush është kritiku yt më I rrept? Familja, publiku apo ti vet? Familja. Familja, më thuaj pak kur ke mbaruar, domethënë kur ka mbaruar një projekt, videoklip dhe këngë. Pret nga familja të thonë, është e bukur ose Pres. Thot pse skërceve I qik, thot babi. Shumë. Të ka thënë një? Kërce më shumë, mos kërce a shumë avash. E më mirë, ti do më bëj qik shumë si hipopist anglez. Kemi pyetjen e radhës. A ka ndonjë tekst që e ke shkruar dhe e ke thënë këto se pret askush nga unë? Ke pasur diçka që duhet ta shtoje. Ke tekstet që të ka shkruar Saja për shembull. E përshëndesim Saja. E jo me mësi Saja, a? Përshëndes Saja. Saja ka bërë një punë të shkëlqyer në 3 projektet që ka krijuar, edhe unë duhet ta përshëndes përzemërsisht se sa herë I kam thënë Saje, duhet bëjmë diçka për Enjon. Edhe ai është gjendur në kohën perfekte. Faleminderit Saje. Çfarë ke thënë? Kjo s'm pëlqen, ta bëjmë diçka ndryshe, profe? S'kam thënë ajherë, se kështu nuk di të bëj këngë mirë vetëm. Do të më shkruaj dikush. Okej. Do ta shkruaj dikush, po edhe ke thënë ndonjëherë, s'më pëlqen kjo, sikur ta bëjmë ndryshe ose se them dot kët. Ta bëjmë kështu, a? Sa herë? Mirë, pyetja tjetër. Si ndjehesh Enjo kur dikush thotë është I vogël, por është shumë I fortë? Ndjehem mirë. Shumë mirë. A? Ta kanë thënë ndonjëherë? Sa I vogël ky po, ç'a I boka rrepit. Disa herë. A? Si ndjehesh? Mirë, ndjehem shumë mirë. Okej. Je tip që I dëgjon komentet negative apo I kthen në motiv?
dëgjoj. Jo kështu, i shoh edhe i lëj kështu. Edhe thu pastaj që unë do t'i mbys to me projektin e ardhshëm. Ha? Të bëjnë që të bësh diçka më të fortë herën tjetër? Bravo. Nëse do kishe vetëm 30 sekonda në skenë, çfarë do doje të mbante mend publiku nga Enio Delia? Të mbate mend se unë të bëhem këngëtari më i mirë. Çfarë është më e fortë për ty? Ëndra për famë apo kënaqësia kur një këngë të del tamam si që ke ndjerë ti? Kur del një këngë sigur e kam ndjerë. Ashtu, e? Bravo. Pyetja tjetër për Enio Delia. A ndjen presion që çdo klip i ri duhet të jetë më bomb se sa i mëparshmi? Që do thotë, kur ke bërë klipin e parë, ishte shumë i bukur, apo? Me kërcim, me performancë, super, ishe edhe në has, kishe lokacione të ndryshme. A do thoje që si do jetë ai, si do jetë klipi tjetër? Shpresoj të dali sa më mirë, kam frikë. Disa herë. Disa herë pra më thuaj, si e ke pritur këngën tjetër kur ta ka bërë Saja? Shumë mirë. Domethënë, ke thënë që wow, kjo është më bomë se e para. Po, kam thënë. Vërtet? Edhe vërtet e para, e dyta është më e bukur se e para, se çdo projekt duhet të jesh në ngjitje, mos e harro. Megjithatë do të kemi sërish në studio. Po. Enio Delia, kishim repistin më të vogël në Shqipëri. Enio Delia. Prit një sekond, duhet të them edhe këtë, që sa ka filluar të dalë Enio Delia, kanë filluar edhe të tjerë moshatarë. Ha? Çfarë do t'i thuash atyre moshatarëve tu që kanë dalur duke repuar? Nuk mërzitën, nuk bëmë një për kështu. Okej. Bravo Enio Delia. Kishim sot Enio Delia në podcast me Tam Brama dhe së shpejti do ta kemi sërish me projektin e Enios më të fundit që edhe të falenderoj dhe suksese 2026 të shkëlqesh dhe në hip hop por edhe në shkollë. Kjo është më e rëndësishme apo jo? Po. Me nota 10 si në shkollë edhe në rap. Po. Yeah, let's go. Po diçka të fundit. Kur mos besoni të tjerë, po besoni veten. Bravo! Mirupafshim dhe shikojmë herët e tjera.